vendimet për ta mbajtur foshnjën gjë është vendimi më i mirë që një nan mundet me bën në jetën e saj. Po flas për krejt ato nana që kanë mundësi shëndetësore me ushqyer një foshnjë me gjë. Por edhe metodat e gjithëdhënies janë goxha të rëndësishme për mënyrën se si fëmija ushqehet foshnja. Cilat metoda të gjithëdhënies i rekomandon më shumë? Atë të shtrirë, atë të ulur, cilat janë ato që ti mendon që janë më të rekomandueshme, më të mira për të dyja, edhe nanën edhe foshnjën? Po, janë disa pozitat që merren kur fillon fëmijën me shtin gjë. Unë e kam thënë edhe në librin tim, nëse keni menduar ndonjëherë çka do të bëni më së miri për foshnjën e juve, është gjithëdhënia, do të thonë jepni gjë. Për mua është ai akt i dhënies zinit është